Rozana dhe Gerta në një debat të ashpër, fyrje dhe tensione në rritje. Një debat i fortë shpërthen mes Rozanës dhe Gertës, teksa atmosfera në shtëpinë e Big Brother bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Rozana, e acaruar nga sjellja e Gertës, nuk përmbahet dhe nis ta ofendojë atë në mënyrë të drejtë për drejtë. Gerta, ti je si lopa mora. Nuk di të bësh gjë tjetër veç se të flasësh pa kuptim dhe të fusësh hundët kudo. Të paktën një herë rri në vendin tënd, i thot Rozana, duke ngritur zërin dhe duke e parë drejt në sy. Gerta, e befasuar nga kjo fyrje, fillimisht buzëqesh me ironi, por më pas acarohet dhe i kthen përgjigje. Po shiko veten tënde, moj Rozan. Unë jam e shëndetshme dhe më pëlqen vetja kështu. Ndërsa ti je vetëm një gjuhë e keqe që nuk lë njeri pa e tallur. Kush të ka dhënë ty të drejtën të gjykosh të tjerët? Por Rozana nuk ndalet. Ajo e përqesh më tej dhe shton, jo vetëm që je si lopa mura, por edhe mendjen e ke bosh. Dhe sa për atë që thua se të pëlqen vetja, s'është faji im që dukesh si një fshes e lënë pas dere. Të tjerët në shtëpi fillojnë të reagojnë, disa qeshin nën zë, ndërsa të tjerë përpiqen të qetësojnë situatën. Por Gerta nuk e lë me kaq. Ajo afrohet më shumë drejt Rozanës dhe i përgjigjet me ton më të ashpër. Ti s'ke respekt për askënd. Ti ke një gojë që nuk ndalon kurrë. Në vend që të merresh me të tjerët, shiko një herë jetën tënde dhe ku je ka ta ndisur. Debati vazhdon për disa minuta mes tyre, me fjalë të ashpra dhe akuza nga të dyja palët. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjekin me vëmendje, të habitur se deri ku mund të shkojë ky konflikt. A do të qetësohet situata apo ky është vetëm fillimi i një përplasjeje më të madhe mes tyre?